Më kujtohet që kur mbas zgjedhjeve të fundit, unë në një mbledhje të mbyllur këmbgula që 83 mandatet janë një bekim, po aq se janë një mallkim, më thoshin çfarë është ky mallkimi, pse mallkim ne në rregull jemi. Jo. Sepse jemi në një fazë të re të marrëdhënies së çdo kujt që jeton në këtë vend me veten, me vendin, me shtetin. Dhe programi është një nga instrumentat që adreson këtë fazë të re, duke u nisur nga prezumimi që rilindja urbane që ne njohim e ka kryer funksionin e saj. Tani duhet kaluar përtej. Dhe para se të kaloj në disa nga pikat që kam shënuar, po i kthehem asaj që tha ministrja lidhur me papunësinë. Gjitha ato janë shifra reale. Por prap do të ishte gabim i madh të mendohej që ata që i refuzojnë ato shifra si një arsye për të ndjerë mirë, po përkundrazi i marrin ato shifra dhe thonë çfarë punësimi? Këtu kush punon në sklav? Këtu t'japin 200 euro. Këtu është mbase gabim në mënyrën se si i formulon gjërat, por është në pritshmëri shumë më të lartë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetaria e bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asaj kohe. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, se do vi dhe tek çështja e ujësjellës, kanalizimeve, i përkisnin një faze kur Shqipëria njerëzit filluan të besojnë tek vetja. Filluan të besojnë se Shqipëria mund të ishte e bukur jo thjesht nëpër male edhe 100 metra nga bregu kur notoje, se 100 metra e para ishin hall në vete, por mund të ishte e bukur dhe mund t'i prezantohej bukur kujdo që e jetonte ose që hapte derën për vizitor. Tani nuk jemi më në fazën që na mungojnë këto. Mua më kujtohet, gjithmonë më shumë, kur mbillnin pemë në Tiranë, ishte sikur jepnim shfaqje. Njerëzit ndalonin dhe mblidheshin rreth pemëve. Kur kemi mbjell kumblla dhe kuqe tek rruga e Kavajës, bllokoi trafiku sepse njerëzit shifnin mbjelljen e pemëve. I
kishin ndjesin e jashtëzakonshme që po kthehen pemët në qytet, se ishin sagatuar dhe prerë nga të katër anët. Sot, ata që s'kishin lindur në vitin 2001, 2002, 2003, 2004, as nuk e kanë idenë që 90% e pemëve, 90% e pemëve që janë në rrugët e Tiranës, janë mbjellë në atë fazë. Mirë po tani nuk jemi më në fazën e mungesës. Po shikonim një material që po përgatisim për gjithë ata që nuk e din se çfarë është bërë me Shqipërinë midisore, janë mbjellë 5 milion pemë në zonat e mbrojtura të Shqipërisë. 5 milion. Sot jemi në një fazë tjetër. Nuk është mungesa problemi kryesor, është sasia dhe cilësia e gjës që ke dhe që do. Do më shumë dhe e do me një cilësi më të mirë. Dhe kjo nuk është mosmirënjohje. Nuk është asnjë kërkesë e pa justifikueshme. Ne ndërtojmë shkolla. Dikur, në fazën e parë të linjës urbane, ishte një gjë shumë e madhe. Sot Durrësi, edhe për shkak të rindërtimit, sot Kamza, edhe për shkak të rindërtimit, janë qytete që tërësinë e shkollave e kanë të standardeve të një qyteti europian ku të doni ju vërin dorë. Por nuk mjafton më, mund të thuash po ndërtojmë një shkollë të re, e çfarë pastaj? Çfarë pastaj? Sepse nuk është më ndërtimi, por është çfarë ka brenda. Nuk është më infrastruktura, po është mënyra se si shfrytëzohet dhe ça del nga ajo infrastrukturë për shoqërinë. Nuk është më investimi, po është përvoja